Po brezi i prindërimit Ermela sot, sa probleme ka? Është në fakt shumë e thjeshtë të gjykosh prindërimin. Unë gjithmonë e them që nuk ka prindër perfekt, por edhe nuk ka prindër që bëjnë vetëm gabime. Kam përshtypjen që asnjë prind nuk dëshiron që fëmia e tij të dështojë dhe asnjë prind nuk dëshiron që fëmia e tij mos të ketë një sjellje komfort rregullave, moshës dhe çdo gjëje. Unë do t'i moshoja faktit që prindërit shqiptar nuk i vënë shumë rëndësi shëndetit mendor. Thën kjo nga rastet që na vijnë, thën kjo edhe nga problemet që ne hasim. Mendoj që hapi i parë që një adoleshent vjen tek psikologu është kur e sjell prindi duke biseduar me të, pra duke ja paraqitur, ndryshe nga kur e sjell prindi me zor. Më kupton çfarë dua të them? Pra, është një diferencë shumë e madhe. Kur në rastin kur kemi të bëjmë me adoleshent që prindi është dakord, që prindi e di gjendjen dhe situatën e adoleshentit, është shumë okay që të bashkëpunojmë me psikologun, situata shkon më mirë dhe kemi pak më të thjeshtë për të përmirësuar diçka. Por në rastet kur prindit janë mohues dhe thonë që fëmia e tyre nuk ka asnjë problem, është të shoqëria, pra përpiqen të gjejnë këto fajtorët ku do tjetër përveç vetes së tyre. Tani ne duhet ta pranojmë që të rrisësh një fëmijë nuk është e thjeshtë, nuk ka se si të jetë e thjeshtë sepse ti po rrit një individ që është ndryshe nga ty. Edhe në fakt unë gjithmonë e them që fatkeqësisht prindërit shqiptar, familjet shqiptare e quajnë fëmijën si shtojtë të tyre, pra një vazhdimsi të tyre dhe shumë pak dhe shumë rrallë trajtojnë fëmijën si një individ më vete. Pra ne priremi që fëmijët tanë të kenë karakteristikat tona, të kenë ndjenjat tona, mendimet tona, por në fakt nuk duhet të jetë kështu, sepse jemi të ndryshëm dhe nuk ka se si të jetë kështu. Dhe duke dashur që ne të indoktrinojmë dhe të nxisim mendimet tona, kemi një përplasje dhe midis brezave që më pas bëhet akoma më e vështirë kur dhe nuk kuptohemi. Pra as adoleshentët nuk presim që na kuptojnë për shkak të moshës, po adoleshentët presin që ne t'i kuptojmë ata. Është shumë okay që prindi mos të mundet dot të kuptoj botën adoleshentit, sepse jetojmë në një gjeneratë e cila është vazhdimisht në ndryshime, vazhdimisht me gjëra të reja që ne nuk mund ta gjejmë ndoshta veten, po ajo çka unë do thoja është disi e pafalshme nëse prindri nuk e dëgjon fëmijën. Ka shumë rëndësi mënyra se si ti gjendesh aty, qasja që ti ke fëmijën. Do doja shumë që prindërit shqiptar mos ta trajtonin adoleshentin si problem. Pra faza adoleshencës nuk duhet të ketë qasje në ku po futemi tani në çfarë faze është problematike. Po, e quajnë horror, është cikël. Është një cikël që të gjithë e kanë bërë dhe të gjithë do ta bëjnë. Është cikël natyral dhe ne nuk mund ta shmangim. Po